Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio me njëherë mbas hapësirës së parë muzikore. Keni ndjekur këngën Stars nga artistja Ann Wilson dhe në këto momente jam me të ftuarën për sot Eliona Kalema. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jemi së bashku sot për të prezantuar një ndër kampet e veçanta, i cili sikurse ishim duke folur së bashku edhe jashtë mikrofonit, është në vitin e tij të 5, në një vit shumë të veçantë. Bëhet fjalë për aventurierët e natyrës. Ne do të flasim gjatë për këtë kamp, gjithçka që do të ndodhë përgjatë javëve të ardhshme, se si fëmijët do të argëtohen, do të mësojnë, do të luajnë me njëri tjetrin edhe shumë më tepër, por për gjithë ata që janë duke na ndjekur mund të prezantohesh pak më tepër. Okej, unë jam Eliona Kalemaj. Puna ime e përditshme është me fëmijët. Jam pjesë e projekteve të ndryshme, por në fokus janë gjithmonë fëmijët dhe ardhmja e tyre. Aventurierët e natyrës ka lindur para 5 viteve, nga një ide paksa e çuditshme dhe e nxitur brenda meje, duke parë që shumica e fëmijëve vetëm ishin të prirur drejt teknologjisë dhe prindrit mundohen që ndonjëherë të rrisin fëmijë intelektual, por pa pasur fëmijërinë e tyre. Dhe kemi startuar me kampe ku kemi ftuar prindër familjar dhe të banim pjesën e kampeve ditore. Kjo ishte një ide dhe një nismë e Kids and Youth Clubit, këtu e 5 vite më përpara, që u mbështet nga një grup prindërish. Ata erdhën dhe përveç se u argëtuan me fëmijët e tyre, u rikthyen në vitet e tyre të fëmijërisë. Pra fillimi ka qenë prindër bashkë me fëmijët. Po, është realizuar në moton të rikthejmë fëmijërinë si që moti. Kjo ishte motoja, e cila nxiti prindrit, dhe pas 2 fundjavave që ishin aktivitetet me prindrit, ne startuam fuqimisht me ardhen e fëmijëve. Që pati edhe suksesin e ti vit pas viti, ku dhe fëmijët rikthehen në këtë kamp në përgjatë periudhës së verës. Motoja e kampit për këtë vit është ndryshe, çdo vit ju sillni një moto të re. Ne kemi një moto të re, si vjet është larg ekraneve, pra natyrës. Pse mendoni që është e rëndësishme që fëmijët të shkëputen nga teknologjia, edhe pse kjo moto më tepër? Kjo moto është sepse është shqetësimi i kohëve të sotme, ku shumica e prindërve thonë problemi ditor është që nuk mund t'i shkëpusim dot, por edhe tjetra sepse fëmijët po mësohen me një jetë luksi, të themi, duke mos jetuar fëmijërinë e tyre. Fëmia ka nevojë për natyrën, ka nevojë të luajë me balt, ka nevojë të pijë një ujë në burim, ka nevojë të mbledhë lule, ka nevojë të njohë tjetrin përtej fasadës, përtej pedonales, përtej ekranit, dhe të prekë atë që është më e rëndësishmja, të njohë vetveten. Në natyrë të gjithë janë vetvetja. Dhe ky rritja e vetvlerësimit tek fëmijët na bën neve që të nxjerrim këtë moto si vjet. Shumë interesante, edhe për faktin se si teknologjia është duke ndikuar të keq tek prindrit, por kjo reflektohet edhe tek më të vegjëlit, tek fëmijët. Çfarë përfitimesh konkrete marrin fëmijët nga aktivitetet në natyrë përtej argëtimit apo përtej asaj që ne tham të mbledhin lule, të luajnë aty edhe të jenë, si të thuash, më në kontakt me natyrën? Atë që fëmijët marrin drejt për drejt është që mësojnë me një botë reale. Nëse do të luajnë futboll nëpërmjet telefonit, aty do të mësohen në natyrë. Do të shijojnë erën e tokës, do të njohin tokën, do të njohin pasionet e tyre të fshehura. Shpeshherë këto janë që nxisin krijimtarinë tek fëmijët. Ajo që mua më shqetëson, që has edhe në punën e përditshme, është se fëmijët po humbasin imagjinatën dhe kreativitetin e tyre. Po bëhen shumë pasiv në këtë pjesë. Dhe duke i risjell në kampin aventurierët e natyrës, ata do të mësojnë që me anë të një shkopi, të gurve, të fletëve të pemës apo të gjetheve, do krijojnë
do vendosen në ato pozita të cilët do vendosin inteligjencën e tyre në dobi të vetes së tyre. Për zhvilluar edhe imagjinatën patjetër. Po, sepse për fat të keq po risim një brez i cili është më tepër në teknologji, po lindim pikpyetje shumë të mëdha tek prindrit duke pyetur më shumë çatin se sa prindrit. Dhe ky është realisht një problem në të cilën ne gjatë gjithë kampit nuk do kemi telefona në dispozicion. Prindrit na e kanë kërkuar për siguri të fëmijëve dhe gjithkohon do jetë në dispozicion numri i telefonit. Po, patjetër, ka nevojë për një kontakt që ata për një informacion. Po, në çdo moment të kenë këtë pjesë të informacionit, pjesën e fotove normalisht që prindrit do ta kenë në mënyrë private dhe jo të reklamuar nëpërmjet rrjetet tona sociale. Fotot në rrjetet sociale apo video do jenë në pjesën ku ka një largësi nga fëmia dhe fëmijët janë me kuris. Të njëjtën gjë po shihja në fotot që ju më dërguat edhe patjetër për të ruajtur privatësinë. Kjo është një pikë e panegociueshme e jona në marrëveshjen që ne bëjmë me prindrit. Domethënë, pika që kemi vendosur fëmijët duhet të jenë pa telefon, ka qenë dhe vazhdon të jetë. Edhe sidomos me moton që kemi këtë vit. Si vjet edhe më e fuqishme. Dhe pjesa tjetër është që do të mbajmë të njëjtin standard që kemi mbajtur për sa i përket privatësisë së fëmijëve. Shumë e rëndësishme. Jam kurioztare të di nga kontaktet e ndryshme që ju keni pasur me prindrit në këtë vit, por dhe vitet e kaluara. Ndoshta nga ato bisedat ndërpersonale që ju keni zhvilluar, çfarë i shqetëson më tepër prindrit në ditët e sotme? Përse duan që fëmijët e tyre ndoshta të jenë pjesë e kampeve të tilla dhe aktiviteteve të tilla? Ajo që prindrit i shqetëson sot është ndoshta një emërues të përbashkët. Po, ajo që i shqetëson është gjendja e tyre emocionale 1 dhe sjelljet agresive 2. Kjo është një pikë ku ne mbështetemi dhe duam që ta trajtojmë sa më shumë gjatë kampit. Nuk është se ne jemi një kamp i cili marrim disa fëmijë në qytet dhe i çojmë thjesht në destinacione të ndryshme ku ata të udhtojnë. Por nëpërmjet këtyre udhëtimeve bëhen trajnime të ndryshme në bazë të kapacitetit të një fëmije, ku trajtohen tema ose qoftë edhe nëpërmjet lojrave psikosociale, që të menaxhojmë emocionet, të menaxhojmë të sjellurin, të menaxhojmë sjelljet jo të duhura. Për shembull, ka shumë fëmijë të cilët mund të jenë rreth moshës 8 vjeç dhe nuk mund të quhen më as fëmijë, por as adoleshent. Janë në një vit të ndërmjetme dhe bëhen shumë agresiv nëse ata nuk dalin të parët. Dhe unë këtu kam një thirrje për prindrit. Ju lutem, mos i mësoni fëmijët kush jeni ju. Ju lutem, i jepini mundësi fëmijës të vlerësojnë aftësitë e tyre. Fëmia juaj nuk është një plastelin që mund të ndërtohet në atë çka ju keni projeksionin në trurin tuaj. Është një individ, ka emocione, ka ndjenja, duhet ta shprehi veten, pranojini ashtu siç janë, mbështetini për aftësitë që ata kanë. Nëse nuk janë të mirë në lëndët shkencore apo në lëndët shoqërore, gjejini prirjet, gjejini talentet, vlerësojini, mos i bëni që të jenë të ulin vetë vlerësimin në vetja e tyre duke i marrë dhe duke i krahasuar me fëmijët e tjerë. Shumë e rëndësishme kjo në fakt, është një thirrje që vjen nga studime psikologë dhe punonjës të ndryshëm social për të mos bërë atë krahasimin, sidomos midis fëmijëve, por edhe tek më të rriturit. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak, edhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur për të ndarë më tepër detaje, sepse kampi nis të hënën java e parë, sepse do të ketë javë të tjera në vazhdim, prandaj më tepër detaje dhe gjithçka që do të ketë në bazë të ditëve përkatëse të kampit, Eliona do t'i prezantojë për secilin prej nesh vetëm pas pak, mbasi të kemi ndjekur këngën Kjo botë kërkon për një aron nga Gloria Nure. Kjo botë kërkon për një hero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqishmi bre
I cili mori trajt shërptori dhe vdi që ne të gjejmë shpëti. Ne shpallim qartë, thërasim me zët lartë, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim me zët lartë, ai është kampioni fitimtar. I plot fuqishmi është heroi, nga zjedhe vdekjes na çliroi. Me Jezusin e s'kemi frikë më. Djalli ikën para ti, drita e ti do shdrisë mbi konde. Me shtatresi e do të vi. Ne shpallim qartë, thërasim me zët lartë, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim me zët lartë, ai është kampioni fitimtar. Ai është kampioni fitimtar. Rikthehemi në studio në ditën e sotme së bashku me Eliona Kalemaj. Jemi duke prezantuar më tepër kampin e veçantë Aventurierët e Natyrës këtë vit me një moto shumë aktuale, sikurse ne flasim kaq shumë larg ekraneve pranë natyrës. Kampi nis këtë të hënë, si është organizuar programi dhe mund të ndash me ne më tepër detaje se çfarë e bën çdo javë të veçantë. Neve ndër vite kemi pasur qendrën tonë pyllin e fazanëve, ku organizonim të premteve takimet dhe aktivitetet bashkë me prindrit që na bashkoheshin. Gjithashtu kemi bërë dhe ekskursione në Bozdovec, ku fëmijët kanë filluar dhe kanë bërë një ecje të shkurtër, që të njiheshin, do me thënë që Me një tjetër aspekt të natyrës. që nga rënojat, do thosha, të Drenovës, gati 15 minuta eci, që ata të njihen që natyra ka dhe sakrifica, jo çdo destinacion arrihet me makinë, të njohin edhe pjesën tjetër të zonave tona. Gjithashtu si vjet kemi vendosur që aktivitetet tona të shtrihen më gjarë, ku Që do kemi të thotë? përfshirë zonën e Kolonjës, zonën e Pogradecit, të bukurën Presp, dhe plot vende të tjera. Kemi përmendur zonën e Voskopojës dhe të Dardhës. Mund të duken pak klishe për pjesën që kanë shkuar, por fëmijët do të bëjnë një ecje prej 25 minutash, ku do të jenë në sheshi komandantit në Voskopoj dhe në Shëmpjetër në Dardhë. Kjo do t'i bëj ata të mundur që ata të fillojnë dhe të angazhohen pak më shumë, duke pasur përveç çantës së tyre të shpinës, që do të kenë vetëm bluzat dhe ujë, sepse këto janë që lejohen nga fëmijët, dhe asgjë tjetër. Pjesën e ushqimit ata e kanë gjithë kohën që do ta gatuajnë vetë në natyrë, do të mësojnë të ndesin zjarin, do të mësojnë të bëjnë zgarën vetë, të ndihmojnë më të vegjëlit,
sepse kemi grupmoshën 6 vjeç, të cilët i kanë syt nga më të rriturit. Grupmosha që frekuenton kampin do të jetë nga 6 deri në sa? Deri në 12. Dhe grupmosha 12 si vjet do të quhen veteranët e aventurierëve, sepse janë fëmijë që kanë ardhur ndër të 5 vitet, dhe gjithashtu do të jenë ndihmë për stafin që ne kemi të trajnuar, dhe do të jenë vullnetar. Shumë Do të jenë në interesante. kuadrin e vullnetarëve. Sepse ata do të ndihen shumë mirë, të vlerësuar, edhe duke i shërbyer këtij kampi, duke qenë se kanë qenë ndër të parët që kanë Po. qenë pjesë e tij. Sepse ata i kanë mësuar tashmë dhe janë trajnuar në mënyrë të pavetdijshme për këtë gjë. Është e vërtet. Doja të dija se sa sfiduese mund të jetë kjo për fëmijët, sepse jo të gjithë fëmijët janë të trajnuar për të bërë ndoshta dhe ecje ndoshta 15 apo 20 minuta. Le të mësarojmë në kohën në cilën e jetojmë, bëri përshtypje që e përmende pak më parë që t'ju tregojmë fëmijëve që disa vende, disa destinacione nuk mund t'i arrijë me makinë. Kjo tregon që shumë fëmijë dhe jo vetëm për fat keq edhe të rriturit janë mësuar që të shkojnë tek të gjitha ato destinacione që duan vizitojnë dhe në natyrë me makinën deri tek vendi. Edhe kjo tregon që nuk jemi të stërvitur siç duhet. E para, sfida nuk fillon me fëmijët, por fillon me prindrit. Po. Dhe tashmë prindrit që më njohin e dinë që fëmijët Dhe i unë këtë sjellin. pyetje e drejtoj nga pozicioni një prindi. Po, unë kam një shprehje që ja them vazhdimisht prindërve, edhe prindërve të rinj që na janë bashkuar këtë vit, që juve në mëngjes na e sillni fëmijët dritë të pastër dhe ne ju a kthejmë gati për në lavazh. Do me thënë, fëmijët nuk e dinë më çfarë ngjyre ka bluza e tyre apo pantallonat e tyre, sepse duke bërë aktivitete në natyrë, ata mësohen që mos ta kenë problem edhe atë ndotjen. E kemi pasur goxha sfidë me këtë gjë, kemi pasur disa fëmijë të cilët nuk mund të pranonin të uleshin në tokë, kemi pasur fëmijë të cilët e kishin problem nëse një milingoni shkonte te këmbët, kemi pasur fëmijë të cilët refuzonin të hanin nën pemë ose të ndroheshin. Mbrapa një peme në momentin që ishin të lagur gjatë lojrave me praktikë. Me ujë, po. Kurse tani janë ata që janë rritur dhe thonë hajtë se s'ka gjë tani, se tani ne u mësuam. Neve kemi autobusin për të na çuar. Po. Autobusi qëndron gjatë gjithë kohës aty, është prezent. Por ajo që ne kemi zgjedhur të jemi larg qendrave ku ka njerëz, larg qendrave ku ka vizitor. E para është për sigurinë e fëmijëve. Dhe e dyta është që ata të jenë totalisht në një ambient që nuk e kanë mundësinë të jenë për ditë. Në moment që ata të shkojnë në sheshi komandantit, apo të shkojnë në lëngës të kolonjës, apo të shkojnë në Presp, do kenë mundësinë të jenë vetëm. Dhe duke qenë vetëm, ata janë dhe më të lirshëm. Gjatë kohës që ne bëjmë meditimet, një ndër pikat e programeve që ne kemi, ma besoj që asnjëri nuk mund të riqet, sepse njëri do imitoj zogun, tjetri do imitoj ujin, tjetri do bëj erën. Dhe në këtë moment aty ti shikon se sa të lirshëm janë ata në atë botën e tyre që ndodhen për momentin. Duke eksploruar gjithmonë edhe më tepër Duke natyrën eksploruar, edhe gjithçka që natyra ofron. Duke pyetur për çdo lule, për çdo bar, për çdo pemë, fillojnë dhe eksplorojnë edhe pse dheu ka disa ngjyra. Po, duhet jeni të përgatitur ju si staf për t'ju dhënë përgjigje e di. Ndoshta disa pyetje që ne më të rriturve na duken shumë të çuditshme, por që vijnë nga fëmijët, nga kurreshtja e tyre. Përveç ecjeve dhe eksplorimit, çfarë lojrash apo aktivitetesh edukative do të zhvillohen gjatë kampit? Ose ndoshta mund të përshkruash se si ngjan një ditë në kampin aventurierët e natyrës? Po, nisja fillon si vjet kemi një destinacion që është në Maria, Lulishtja. Deri në orën 8:15 bëjmë mbledhjen e fëmijëve dhe pastaj fillon udhëtimi me autobus drejt destinacionit të ditës. Në momentin që ne shkojmë aty,
fëmijët zgjedhin një nga pemët ku do të lënë të gjithë çantat. Janë të gjithë për një dhe një për të gjithë. Kjo tregon edhe atë frymën e bashkëpunimit që ata mësojnë. Po, fryma e bashkëpunimit është në çdo moment. Pjesa tjetër është që fillojmë me gjimnastikën e mëngjesit, gjë që fëmijëve në fillim i bën shumë çudi. Është rreth 20 minuta. Dhe si vjet ne kemi zgjedhur që mos të jemi klishe në aktivitetet, por të rikthejmë ato lojra që kanë qenë dikur në fëmijërinë tonë. Lojra lëvizore, të cilat mund të shpjegohen nga ana e mosuesve, por që i lihen në dorë dhe fëmijëve për t'i zhvilluar me njëri tjetrin. Fëmijët ndahen në grupe, ku zgjedhin me rotacion një lider, nëse po them Noeli është sot lider, nesër do zgjidhet një fëmijë tjetër dhe gjatë gjithë javës dhe gjatë gjithë lojrave ne kemi nga një lider të ri. Fëmijët janë të lirë të sjellin lojrat e tyre, që mund të kenë bërë gjatë gjithë vitit shkollor me mësuesen, mund të kenë lojrat e tyre me shokët, dhe kemi hequr pak këto pjesën klishe të ngjyrosur në fleta të printuara. Jemi të ndërtojmë dhe të vizatojmë mbi tokë me një shkop. Për të bërë gjëra ndryshe që edhe fëmijët nuk i kanë. Po, që kreativiteti tyre të jetë sa më i lartë. Nga eksperienca e këtyre viteve, cilat kanë qenë destinacionet më interesante apo ato më të preferuarat nga fëmijët, të cilat ata duan edhe të rikthehen edhe ju keni vendosur t'i keni sërish? Kemi 3 destinacione të cilat kanë qenë pikë referimi për ne në vitet e tjera. Ka qenë Bozdoveci, Pylli Cangonjit dhe Pylli Fazanëve. Tek Pylli Fazanëve ata ndihen më mirë sepse kanë dhe bashkëveprimin me kafshët. Dhe në mëngjes shkojnë dhe ju ushqejnë dhe kur shkëputemi në orën 1, shkojnë dhe shikojnë që kanë ngrënë ushqimin dhe i lënë ushqim për pjesën tjetër të mbetur të ditës. Kurse në Pylli Cangonjit dhe në Bozdovec kemi pjesën që merremi me pastrimin e natyrës, që ata të edukohen me pjesën që ne natyrën jo duhet ta shfrytëzojmë, por duhet të tregojmë dhe një kujdes të veçantë. Pjesa tjetër është që të njihemi me vlerat historike të vendit, me historinë e tyre, me gojdhanat e tyre, dhe përgjatë gjithë ecjes që ne bëjmë për të shkuar në destinacione, secili nga ata krijon një prallë të tij. Dhe ajo është diçka që si e mendojnë ata. Domethënë si do ftojnë nesër ata shokët e tyre. Si ata e perceptojnë, po. Po, si do ta perceptojnë ata këtë pyll? Dikush mund ta quaj pylli i Barbardhës, dikush e quan pylli Kësulkuqes, dikush gjen një pemë dhe i vendos një emër dhe krijon një fabul më vete. Dhe këto janë gjërat që mua në fund të ditës, kur i kthej tek prindrit, përveç se kthehen të lumtur, të ndotur, nuk e përjashtë, dhe këtë gjë e them shpeshherë, që mos të më kërkojnë prindrit llogari kur ti marrin, kryesisht prindrit e rinj, të lodhur, po, ka nga ata që na flen në autobus dhe i zbresim në stacion dhe i zjojmë. Kjo pjesa tjetër është që ata kanë çfarë të tregojnë në pjesën e mbetur të ditës për atë çka bën paradita. Edhe unë e di se sa entuziast janë fëmijët kur provojnë dhe realizojnë gjëra ndryshe nga përditshmëria e tyre, i tregojnë me shumë dëshirë, me shumë pasion edhe i shijojnë. Prandaj dhe në hyrje të puntatës së ditës së sotme, teksa unë prezantova më tepër kampin, thash që ata do të krijojnë kujtime të bukura, të cilat do t'i shoqërojnë gjatë. Ndoshta për momentin nuk i shohin ashtu, por kur të rriten kuptojnë që kam qenë pjesë e këtij kampi, kam realizuar atë dhe gjithë ato ndjeshmëri dhe emocione që vetëm ata i përjetojnë. Diçka tjetër që nuk mund të ale pa përmendur dhe me të drejtë prindrit kanë atë merakun, shqetësimin për sigurinë. Në këtë rast, çfarë masash keni marrë për kujdesin por edhe mbrojtjen e fëmijëve gjatë aktiviteteve, ndoshta edhe për gjatë atyre aksidenteve të vogla, nëse mund t'i quajmë kështu, për gjatë lojrave apo ecjes në natyrë e gjithçka tjetër. Ajo që për fat të mirë ne jemi në vitin e 5, është sepse nuk kemi asnjë aksident. Me mbrojtjen e Zotit dhe me kujdesin e stafit, ne gjatë
vitit mësueset bashkë me mua trajnohemi për pjesën se si t'japim ndihmën e shpejt, kutia e ndihmës së shpejt është gjithmonë aty. Pra nesh, por që për fat të mirë nuk e kemi përdorur. Nuk e keni përdorur, por që mund të ndodh patjetër, sidomos në natyrë. Nuk përjashtohet asnjë gjë dhe ne jemi sy e vesh tek ata fëmijë. Pjesa tjetër është që unë siguroj prindrit dhe ne këtë e kemi pikë të panegocueshme që nuk i mbajmë në ambiente kur ka të rritur të tjerë. Kjo është pika A nga unë kam filluar të krijoj apo të idealizoj pjesën e aventurirëve të natyrës. Ka një lodhje shumë të madhe, kjo dihet dhe është marrë nga gjithë stafi i Kicit, është marrë përsipër kjo lloj lodhje, por është pika jonë që na jep më tepër siguri. Mbase do ta kishim më të lehtë të bënim kampe në qytet, por do ta kishim më të vështirë të realizonim atë çka ne donim në fund të ditës, apo qoftë edhe në fund të kampit. Duke pasur primare sigurinë nga njerëz të huaj, ne jemi shumë më të qetë të vëzhgojmë fëmijët gjatë gjithë kohës në lojrat e tyre, në aktivitetet e tyre të përditshme. Ajo që unë i them prindërve dhe janë të mirëpritur, sa herë të duan të na bashkohen, për prindrit nuk ka një kosto ekstra, thjesht ka një kusht, nëse do duan, do jem pa telefon. Ashtu si fëmijët, ashtu si pjesa tjetër e stafit, përveç se një telefon për të komunikuar. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak, pse jo për dhënë edhe më tepër detaje për gjithë ata që janë duke na ndjekur, për prindrit që po dëgjojnë ndoshta për herë të parë dhe dëshirojnë që të bëjnë fëmijët e tyre pjesë të këtij kampi, të regjistrojnë edhe fëmijët të ndjekin gjitha ditët e veçanta dhe destinacionet interesante që ju do të vizitoni, por më tepër detaje për gjithë prindrit dhe jo vetëm, do të rikthehemi ti prezantojmë vetëm pas pak, mbasi të ndjekim këngën I këndoj dashurisë tënde. është marrëzi e di kur bota tritën të ketë parë do të kërcej me gzim si të shkërcejnë tani I këndoj dashurisë tënde I këndoj dashurisë tënde dashurisë tënde
dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Rikthehemi në studio, jam në një bisedë shumë të veçantë me Eliona në ditën e sotme duke prezantuar kampin Aventurierët e natyrës, I cili starton zyrtarisht të hënën. Shumë shpejt, sot e premte, ju besoj që keni bërë të gjitha ato përgatitjet e mundshme, duke qenë gati për të realizuar një sër kamper, sepse ai do zjat me javë në vazhdim, nuk është vetëm për një periudhë caktuar, për shembull një javë apo 2 javë, do të jetë thuajse gjatë gjithë sezonit verës dhe kërkon shumë punë, shumë përkushtim. Prandaj për familjet që ndoshta po na ndjekin momentalisht dhe kanë atë pyetjen si mund ta regjistroj fëmijën në kamp, a ka vende të lira apo duhet të pres për javët e ardhshme, si mundet? Ne kemi vendosur që të jemi 7 javë në dispozicion të fëmijëve dhe të kemi në 7 javë shumë aventura, bashkë me aventurierët e vegjël. Jemi në limitet e vendeve të lira, për arsye sepse dhe numri I fëmijëve është I limituar, është deri në 25. Nuk mund të marrim më tepër fëmijë për arsye të sigurisë së tyre, për arsye të aktiviteteve dhe ajo që ne synojmë si qendër, si kids, është që synojmë cilësinë. Duham që ata fëmijë që të vinë të kënaqen, të argëtohen dhe të marrin të gjithë programin që ne kemi bërë të plot. Sepse përveç se pjesës së argëtimit, ne kemi edhe trajnime të cilat lidhen me çështjet që ata I prekin në përditshmëri, janë nëpërmjet lojrave, siç e përmenda pak edhe më përpara, tema të cilat trajtojnë vetvlerësimin, gjendjet emocionale, kemi pjesën si të ribëjmë shok të rinj, si të rikthejmë miqësitë e vjetra, kush jam unë, çfarë dua të bëj unë dhe cilat janë pasionet e mia. Besoj që prindrit janë patjetër të informuar paraprakisht për gjithë programin dhe gjithçka që do të ndodhë aty. Po, të gjithë prindrit që kanë bërë regjistrimin e fëmijëve të tyre janë njohur me programin dhe çdo ditë ata marrin pjesën e referimeve nga ana jon, çfarë ne kemi bërë gjatë ditës së kampit dhe pastaj çfarë do të bëjmë ditët e tjera në vazhdim. Gjithashtu kam dhe një lutje për prindrit që dua t'ja them hapur. Ju lutem, mos u frustroni nga sjellja e fëmijës suaj. Sa më real të jeni dhe sa më transparent të jeni me ne, aq më tepër ndihmoni edhe fëmijët nëse ata kanë ngërçe për të krijuar shoqëri të reja apo ngërçe emocionale në momente të veçanta. Ky gjë I ndihmon ata, na ndihmon neve dhe bashkë bëjmë një trekëndër shumë të këndshëm që fëmia realisht nga ky kamp të marri edhe kënaqësinë e argëtimit, por të riparoj edhe ato pasigurira të vogla që mund t'i ketë brenda vetes së tij, pavarësisht moshës. Për të marrë më të mirën edhe për t'i shërbyer fëmijës në fund të ditës. Më trego pak më tepër detaje, kampi nis në çfarë ore, kur përfundon? Ne nisim ditën e hënë në datën 15, mbledhja e fëmijëve është në Shën Maria, në Lulishtja. Po, në orën 8 deri në orën 8:15. Në orën 8:15 të gjithë fëmijët nisen drejt destinacionit të ditës, e përcaktoj të ditës sepse çdo ditë do ketë një destinacion të ndryshëm, ashtu siç e kemi lançuar edhe përpara një muaji dhe vazhdojmë ta hedhim vazhdimisht në rrjetet sociale. Në 4 ditët e para nga hëna në të enjte do të jemi në orarin 8 me 13, me orën 13 dhe ditën e premte, duke qenë se jemi larg Korçës, larg qytetit, më afër fshatit, do të kthehemi në orën 16. Pra do të jetë një ditë e plot. Po, do të jetë një ditë e plot. Edhe diçka që kam kurreshtje, duke qenë se ndryshe ndoshta edhe nuk e di, nuk jam plotësisht e informuar, por kampe të tjera mund të kenë në një ushqim që e përgatit ose fëmijët e marrin me vete ose përgatitet nga dikush. Ju thatë që ushqimi I përditshëm I tyre do të përgatitet thuajse nga vetë fëmijët. Po. Si ka funksionuar kjo? Si është realizuar? Sepse besoj që është një eksperiencë e realizuar dhe vitet e kaluara. Po, kjo eksperiencë ka qenë e realizuar që në ditën 1 të kampit, kur ne kemi ftuar prindrit bashkë me fëmijët e tyre të mësojnë se si të bëjnë një zgar. Fëmijët janë gjithkohën
duke gatuar vet, duke filluar që edhe atë sanduiçin që janë mësuar ta blejnë në mëngjes tek fura apo ta përgatisin në shtëpi, aty do ta mësojnë ta gatuajnë në një mënyrë ndryshe, sepse asnjë gjë nuk i jepet lehtë. Natyra nuk është e lehtë. Natyrën duhet ta duash dhe duhet të marrësh më të mirën prej saj në momentin që ti jep 100% tënd. Fëmijët mësojnë të mbledhin drut e vogla, të fillojnë që ato shkarpat që janë të gjata të fillojnë të thyejnë, të bëjnë pjesën e zjarit, gjithmonë të mbikëqyrur nga stafi, dhe pastaj të asistojnë në bërjen e ushqimeve. Dikush merret me një pjesë të stafit dhe me përgatitje dhe pjesa tjetër merret me pjesën e gatimit. Dhe në çdo ditë ne kemi guzhonjerët e ditës dhe ata që janë shpërndarësit e pra është një lloj rotacioni, sikurse ndodh me liderit, sikurse ju e prezantuar. Siç është me pjesën e liderit për lojrat, ashtu është edhe me pjesën e në mënyrë që fëmijët të përjetojnë edhe të hynë në petkun e çdo personi, çdo pozicioni, çdo roli, ata kanë çdo ditë ka një rol të veçantë. Domethënë nuk janë thjesht vetëm fëmijë, por kur kthehen në fund të ditës kanë marrë me vete edhe një profesion. Po, shumë interesante. Thirrja që un kam për prindrit është ju lutem përveç se 2 bluzave, 2 tutave dhe një bidoni me ujë, nuk dua që të kenë ushqime marketi, siç janë pjete gazuara, siç janë moltot, siç janë patatinat. I duam t'i mbajmë sa më larg këtyre ushqimeve që për mua janë rrezik për shëndetin dhe jo të shëndetshme. Shumë e vërtetë, edhe mbi gjitha duhet edhe në përditshmëri prindrit, gjyshrit më të kujdesshëm për mënyrën se si ofrojnë ato tek më të vegjëlit. Për të regjistruar, ndoshta për ata që janë duke na ndjekur, ju mund t'ju kontaktojnë në rrjetet sociale apo diku tjetër? Ne sot kemi arritur të kemi dhe disa vende të lira, nuk po e them numrin. Për arsye sepse fëmijët kanë të drejtën e tyre të regjistrohen qoftë ditor, qoftë në paketat javore ose të shndrojnë në paketat mujore. Se mund të ketë edhe një fëmijë për shembull që do ta provojë si eksperiencë, por nuk dëshiron më të kthehet për arsyet e tij. Ai mund të vijë në një ditë edhe më pas. Po, janë të mirëpritur të gjithë. Ne nuk mund të vendosim kufi. Ne nuk kemi pronar të natyrës që të bëhemi zotër të saj. Ne si prindër unë jam e sigurt, gjithë prindrit duan më të mirën, duan që fëmia i tyre të provojë, të eksplorojë, por që ndonjëherë kjo është edhe zgjedhja e vet fëmijës edhe nuk dëshiron që të vazhdojë. Ne prandaj kemi bërë që paketat të jenë ditore dhe prindrit mund të shikojnë shumë mirë në faqen Kids and Youth Lab në Instagram dhe në Facebook. Gjithashtu aty kanë të gjitha të dhënat tona të detajuara dhe numrin e telefonit dhe adresat e emailit që mund të na kontaktojnë dhe të zgjedhin një nga destinacionet që atyre i duket i përshtatshëm për fëmijën e tyre. Dhe duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë momenti do të dëshironit që çdo fëmijë, pse jo, të marrë me vete në fund të këtyre javëve të kampit? Ajo që unë e dëshiroj dhe ma ka bërë zemrën mal, është që përveç atyre që unë i quaj aventurierët veteran, janë që këta aventurier veteran na kanë sjellë shok dhe shoqet e tyre. Do më thënë, mbresën e tyre e kanë shpërndar dhe e kanë shpërndar me sigurinë e tyre. Do më thënë që një fëmijë të flasi me pasion për natyrën, me dashurim për natyrën dhe me siguri që ata marrin gjatë gjithë kohës nga ne, kjo është gjëja më e mirë që ne kemi fituar në këtë vit të 5 jubile që aventurierët arrin. Aventurierët si vjet janë 5 vjeç, janë ende të vegjël, duam akoma të rritemi, por kjo avash. Eliona, unë falenderoj vërtet shumë edhe ju përgëzoj për këtë punë të mrekullueshme që realizoni vit pas viti me fëmijët. E di që është e bukur, por nga ana tjetër kërkon shumë punë, shumë përkushtim, ka sfidat e veta dhe nuk është e lehtë. Prandaj po bëni një punë të mrekullueshme. Faleminderit që ishe sot në studio dhe prezantove më tepër aventurierët edhe gjithçka që do të ndodh për gjatë kësaj periudhe në kontaktin që ata do të kenë me natyrën. Unë ju falenderoj juve për ftesën, por dua të bëj edhe 2 falenderime. Falenderimi i parë shkon për drejtoreshën ekzekutive të Kidsit, që nuk i tha jo
ides time për kampin Aventurierët, edhe pse ka shumë sfida, zonjën Cileta Simaku, E përshëndes. dhe falenderim me shpirt dhe me zemër është për të gjithë ata prindër, të cilët më besojnë dritën e syve të tyre në kaq javë, duke më thënë që kemi besim të plot e këty. Kam një ndjesë shumë të madhe për familjen time, të cilëve i futem në kohën e tyre dhe nuk mund të jem gjatë gjithë kohës kur ata më duan të kalojnë dhe kohë me mua edhe gjatë verës, por them që në 2 javët e fundit të gushtit do të jem aty vetëm për ata. Është një premtim live ky Po, që një mbetet premtim live edhe- për djalin dhe bashortin. Faleminderit Të tuva. Të falenderoj dhe të uroj një punë të mbarë në vazhdim dhe me shumë sukses, me kujtime të bukura, me argëtim, me momente shumë të veçanta midis jush si staf, por edhe gjithë fëmijëve që do të vizitojnë kampin Aventurierët e Natyrës. Faleminderit. Ne do të shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, bashkë rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus në këtë të premte.